Ndohet Fero nga partnerja? Jo, e pa vërtet. Fero është rikthyer fuqishëm. Më pak se 2 vite pasi hoqi dorë në tërësi nga muzika, ai rihapi këtë kapitull në menaxhim të ri. Deri tani, Fero ka arritur të bëj goxha zhurmë. Këngët kanë shumë shikime dhe për më tepër, më e rëndësishmja, klubet ku ai po performon janë full. Por në mes të gjithë kësaj mesele, që nga dje, emri Feros po përflitet për një tjetër gjë. Në për portale po qarkullon lajmi se ai është ndarë nga partnerja e tij Mita Bajrami. Kjo nisur nga unfollow bërë prej Feros. Privej Baliberta Spahiu u interesua për të vërtetën nga burimet direkt pranë dyshës. Asnjëra nga ato që janë shkruar nuk është e vërtet. Dyshja vazhdojnë të jenë bashkë dhe pa të lashe krah njëri tjetrit. Instagrami i reperit është ndryshuar për aspektin muzikor dhe të dy duan më shumë privatësi në raportin e tyre, ashtu si që ishin derisa ne të Privej Baliberta Spahiu u apreshëm pak matematikat. Zbuluat molla e sherrit mes Gresës dhe Vullnetit? Po, e vërtet. Të premten pasdite, një seri postimesh nga Gresa lanë të nënkuptohej për një hatërim mes saj dhe Vullnetit. Të shumt ishin ata që nuk e besuan duke menduar se bëhet fjalë për pak zhurmë në funksion të një audience më të madhe për formatin që po e drejtojnë prej disa javësh. E kontaktuar nga Privej Baliberta Spahiu, Gresa foli për një tradhti. Po besoj po ta mërmenja për çka mujna me të kontaktu në asaj. Do më thonë, prej të premtës është një allakom shumë e madhe në rrjet në bazë disa postimeve tua, ku që kështë vendos me spastru Instagramin. Çka ka mas këti vendimi? Pse e vendose saktësisht me boni pastrim të njerëzve? Po, qysh e keni po, është e vërtet që e kom qitë qatë story në Instagram që e kom pastru Instagramin dhe tash Instagramin është ma i pastër. Normalisht unë si njëri jam shumë e afërt dhe jam shumë shoqe e mirë, edhe jam bashkëpunëtore shumë e mirë, e konsideroj vetëm fakt që ashtu. Po në momentin që bëhet një tradhti shoqore në raport me punën, atëherë unë tani më nuk të kursej dhe nuk nima për kurrë. Okej, tash na si gazetar, shumë lehtë e patu me vërtetu për kon e ki fjalën, për shkak se mungoj keni follow prej Vullnetit. Shumë kush mendoj që është skenar, domethënë nuk ka diçka mes juve skenar në këtë aspekt, por ka ndodhur me vërtet diçka. S'ka problem, kush do e menon ç'është don, normalisht, po s'kam nevojë me bos skenore. Unë thjesht nuk kena arrit një marrëveshje tamam që shdohet, i patëm do të sakrime begi që shkun për ti normalës, kështu që u desh të i dhonë fund. Okej, e përmene tradhtin, a pi bin kjo që Vullneti ka bu diçka mrapa shpine prej teje, naj negociat, naj... Angel nuk më i me thonë kur gjë ma shumë, besoj që i merr një vesh sanët. Okej. Po thjesht unë të kallzova që një tradhti shoqërore ka qenë, po për ma shumë, vetë në ato, mësë më thërne veç mu. Jo, normal, na dy anë të medalje si marim për këtë pjesë. Çka ndodh me si ti që vendos? Keni emision që shkoj ke shumë mirë, pat shumë vëmendje, a ki plan me vazhdu të pak të në te, apo e ke mbyll me këtë projekt edhe s'del ma? Si ti që vendos, vitë sa ka fillu, edhe menoj që ka me marrë një halo ma të madhë se sa që e ka marrë, po që të shuhem, tash nuk di që ka të më përbes, pasha zotin. Jam edhe vetë pak jo mirë kështu, emocionalisht, po nuk di që atë them, po që nuk lihet, emisione nuk lihet. Okej, me sa po e kuptoj është diçka që nuk e ke prit. Jo, nuk e kisha prit kur. Okej. Po çka me bë? Të tilla është jeta. Ata që kanë ndjek Big Brother e din që je kogja strikte, po jep edhe shansë dyta kajherë. Nuk e di a është ky rasti ku nashta kemi dhoni shansë dytë me te i kalu, apo është diçka mbyllur në raportin shoqëror? Nëse, unë strikte jam shumë, edhe rast të dyta jap roll. Po, nëse marr vesh disa gjona, muj nashta me dhoni rast dytë, por nuk ka asgjë konkrete për momentin. Ndërka Vullneti, përkundër tentativave ishte i paqasshëm. Por çka ka konsideruar tradhti Gresa?
Flitet lart e poshtë që vullneti është në negociata me një nga ekranet e vendit për një tjetër format, diçka që me gjas nuk e ka konsultuar paraprakisht me Gresën, çka ka bërë që kjo e fundit gjithmonë, nëse është e vërtet, të shgënjet nga ai. Dyshja prej disa javësh po realizonin formatin Si e ti që vendos, i cili mbetet të shihet se si do vazhdoj tutje pas këtij zhvillimi. Egli me plane sekrete në Prishtinë? Po, e vërtet. Egli takon dhe zërjeti në fillim javë me një shkrepje nga Prishtina, konkretisht ka rruga B. Ajo nuk zbuler më tepër, pos këtij ngacmimi i cili mjaftoi për të ndezur portalet. Au takuave Gjestin, sa qëndroi, mbi të gjitha, përse erdhi, përgjigjet e disa prej këtyre pyetjeve do t'ua themi në vazhdim. Pavarësisht se munguan postimet, burimet të sigurta të Priveba Liberta Spahiu bëjnë të ditur se Egli ka qëndruar për rreth 3 ditë në Prishtinë. Ajo është larguar me ditën e ditëlindjes së Gjestit në Tiranë, teksa ka qenë shoqëruar nga një shoqe e saj, ku ka qëndruar në njërin prej hoteleve të kryeqytetit. Janë punët ato që kanë sjellë në Prishtinë. Burimet të Priveba Liberta Spahiu kanë bërë të ditur se ajo po punon në projekte të reja në studio. Egli e ka zgjedhur Fifin për të bashkëpunuar në këngët të reja, një prej të cilave po e themi do jetë në bashkëpunim pikërisht me Fifin. Zbulohet bashkëpunimi i ri i Luizellit, e vërtet. Nuk po largohemi nga Big Brother VIP, kësa herë duke ndalur tek fituesi i edicionit të dytë në Shqipëri. Luizelli, pasi u konfirmua i pafajshëm duke gëzuar lirin, e ka një barë më pak në punën e projekteve të reja muzikore. Vera po sjell disa të tillë, një prej të cilëve, ndoshta më premtuesin, kemi arritur ta kuptojmë. Burimet të sigurta të Priveba Liberta Spahiu kanë bërë të ditur se në studion e SBS po gatuhet një mega hit me 2 këngëtare të njohura. Luizi do të bashkojë forcat me Nora Strefin dhe Mimoza Shkodrën. Duke u nisur vetëm nga emrat, vën bazë që tani që bëhet fjalë për një projekt i cili do të dëgjohet me të madhe kudo ku flitet shqip, nga makineria hiteve. Si të ndodh ndryshe?